Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike ka deklaruar se faktorët e jashtëm e kanë ndryshuar qëndrimin ndaj presidentit Serbisë Aleksandar Vučić dhe sipas tij për këtë ka kontribuar rebelimi i qytetarëve serb dhe reagimi jo adekuat i autoriteteve ndaj tij. Gjithashtu, duke folur për udhëtimin e Vučićit në SBA dhe kthimin e tij të papritur, ai u shpreh se nuk e priste këtë lloj dështimi, por dhe theksoi se problemi tregon se Vučić punon me njerëz të diskredituar në Amerikë. Duke folur për qëllimin e vizitës, takimin e paralajmëruar me Donald Trump dhe bisedat për industrinë serbe të naftës dhe doganat, ai ka thënë se një bisedë e tillë nuk mund të bëhet gjatë një eventi donatorësh dhe vetëm me një palë. Sipas Janjić, gjithashtu ka mungesë të gjykimit të mirë të vet presidentit dhe njerëzit që e rrethojnë atë. Qeveria serbe nuk ka asnjë strategji apo perceptim se cili është Chelsea. Gjithçka vjen për faktin se Vučić shkon në SBA për shkak të rejtingut të tij, i cili është goditur rënd dhe në të njëjtën kohë ai po akuzon në mënyrë indirekte Amerikën dhe Britaninë se qëndrojnë pas revolucionit me ngjyra, theksoi Janjić, i cili po ashtu vlerësoi se dështimi Aleksandar Vučić për të shkuar në Moskë do të ishte edhe shumë më i keq për të. Sipas tij është interesante se Moska dhe Washingtoni nuk kanë qenë kurrë më afër me interesat se sa tani, por për shkak të Kinës jo Serbisë, gjë të cilën njerëzit në Serbi nuk e kuptojnë.